Përshëndetje, sot do flasim për llojet e gëshërave. Siç e dini, në rrobaqepsi ka shumë lloje gëshërësh. Atëherë, gëshërat e parë janë gëshërët e copës ose të pëlhurës. Përdoren për prerjen e copave të forta, të mpreta dhe të gjata, pra duhen një palë gëshërë të mëdha. Rrobaqepsie. 2. Kemi gëshërët e qëndisjes, që është kjo me këtë zogun këtu. Janë të vogla në mallësi me maj të mpret. Përdoren për punë qepje dhe detaje. Gëshërë për fije, pra për fijet e vogla mbasi kemi mbaruar punën, që kontrollojmë punën. Janë më të mira për prerjen e fijeve të vogla, lehtë për të përdorur dhe të lehta për të mbajtur. Gëshërë për zonat e ngushta ose zigzag. Prerje me skaje të valëzuara për të parandaluar që mos na griset copa. Gëshërët e aplikimit, këto edhe janë për qëndisje, përdoren për prerjen e detajeve të vogla, si aplikime dhe dizajne. Kur bëjmë qëndisje me makinë qepse, që bën njerë pikturën, qëndisme, pastaj duhet ta presim që dalin në pa figura. Këto janë gëshërët duck bill, pra në anglisht, nuk di si themi në shqip. Janë të sheshta në fund që përmbajnë pëlhurën ndërsa pritet, ideale për kthesat. Gëshërët me përgjim ose butonjere. Është një tej i shesht për rëshqitje dhe qepje për prerje të vrimave të butonave. Për të kopsave, pra të kopsave. Gëshërët letre përdoren për prerjen e letrës dhe të kartonit Atëherë, këto gëshërët e letrës dhe gëshërët për pëlhurat nuk duhet I ngatrojmë asnjëherë. Pra nëse keni pa videot e mia, kam thënë që gëshërët që presim copat nuk duhet I ngatrojmë kur me gëshërët që presim patronin dhe letrën. Në rregull, prandaj edhe këtu janë llojet e gëshërave. Secila gëshërë ka specifikën e vet. Në rregull, edhe një herë, tani nëse do të jesh rrobaqepse tamam, nuk duhet I ngatrosh kur gëshërët e patronit dhe gëshërët e copës. Sepse gëshërët e copës kushtojnë jashtëzakonisht shumë. Në rregull, pra duhet I marrim kaq të mira dhe në rregull sepse kushtojnë jashtëzakonisht shumë. Juve I dini të njihni këto llojet e gëshërave apo jo? Nëse po, ose nëse las ndonjë gëshërë tjetër këtu që nuk kam thënë, mund të shkruani te komentet çfarë gëshërë përdorni juve.